Qindra jetë janë shpërtuar dhe përmirësuar fal ndërhyrjeve jetike në shërbimin e kardiologjisë në qendrën spitalore universitare Nën Tereza, sipas të dhënave të publikuara nga Ministria e Shëndetësisë. Nga janari deri në dhjetor 2025, në këtë shërbim janë kryer 599 implantime aparaturash kardiake, përfshirë pacemaker, CTRD dhe CTRP dhe defibrilator interkardiak të implantueshëm. Këto pajisje ka qenë vendimtare në parandalimin e ndalesave fatale kardiake dhe në përmirësimin e cilësisë së jetës së pacientëve. Gjatë të njëjtës periudhë janë realizuar edhe 143 angioplastika të planifikuara me stent, ndërhyrje që kanë ndihmuar në rikthimin e qarkullimit normal të gjakut dhe në parandalimin e infarkteve të mundshme. Pesha më e madhe e punës është përballur në situatat urgjente, ku janë kryer gjithsej 2941 procedura PSI dhe koronografi, prej të cilave 1366 në kushte emergjense në momente kritike ku çdo minutë ka qenë vendimtare për jetën e pacientit. Ministria e Shëndetësisë falenderon drejtuesin e shërbimit Dr. Albana Dibra për menaxhimin profesional të ekipit dhe shpreh mirënjohje për të gjithë mjekët, infermierët dhe profesionistët e shëndetësisë që janë në vijën e parë të kujdesit ndaj pacientëve.